Pamjet që shifri për kasin postës në Fier për shpërndarjen e kempit dhe të pensioneve. Dhe pasi telefonate të bërë në televizion Apollon, ne mbritëm këtu dhe të intervistojmë të shti qytetarët. Po. Kemi që në datën 25 që djali duhet të mirë po kempi, nga data 25 deri në 30 është afati që djali duhet të marrë kempi. Sepse nuk ka me që të përballoj, do me thënë ilaçet. Jemi në datën 5, akoma nuk ka ardhur kempi i Qumit. Nuk e di se me çfarë do t'ja marrim ilaçet. Tu kemi ardhur që në orën 3:30 edhe pishinat njerëz të 1:30. Ju bëj thirrje, kudo qoftë, ne sot duhet të marrim lekët më së zgjat. Ju zini radhë që 3:30 mëngjesit tu? 3:30 mëngjesit, tjerët pishinat që 1:30. Edhe ishin 4-5 veta, që 1:30. Po ilaçet e çunit kanë afat, kanë datë për të pirë. Ka ditë e durë. Po, sepse ata në 25, në vend të t'i marrin një i merr 25. Me sprapti, se nuk po kuptoj. Ku disa fshatra kanë marrë ndërmend as ka marrë daulla, as kanë marrë kanë pyetur. Po kush pretendohet, ku ka ngelur ajo, është vonesa e institucionit privat që është posta, apo është shteti nuk çon lek? Në bankë. Të përgjigje kemi, ne vetëm që nuk kemi. Nuk është institucioni postë, këta i erdhi leku, këta e shpërndan. Është ministria, s'do ketë leka atë buxhet. Po. Ja të dëgjojmë zonjën. Kemi datën 30, datë 25 duhet të rritojmë se të marrim ilaçet, jemi smur. Këto 75.000 lekë neve nuk na dali. Po. Pra nga do të marrim lekë, kemi që datë 25. Rrit këtu foti në orën 4 të mëngjesit. Ju jeni me kemp dhe ju? Ne kemi nga daulla. Nga daulla e Fieri. Po. Ka njëri të smuar, shpi ka fëmijë, kemi interesuar. Po këto shqetësime vijnë vetëm për këto kempin apo edhe për pensionet? Nuk e di, ne flasim për pension të marrin. Ne flasim për pension. Pensionit i marrin ata në qytet. Kurse për neve na mbulon fshati, se un jam me njësinë administrative komuna Qendër. Dhe jam me qira me atë. Po gabimin është që nuk kam bërë prefektin që andej. Dhe ka është për mirë për neve. Kuptoj. Ne do presim. Ne do presim tu, do bëj. Se jemi në hap. Po këta që ka zëradhën, qa ore kanë ardhur, këta që janë brenda? Një gjysë ka nikon gjysma te kempi. Që një gjysë kanë ardhur? Ikën të tjerët, se nuk ishin ka do bërë. Po sot, po merë kempi sot? Jo, nuk po i marrë. Po ata një gjysë erdhën? Një gjykën, shpish. Erdhën kotë dhe? Mbaj të radhë. Zëradhën? Ikën, burra, flej. Nuk e kuptoj, ku do vemi me. Do vemi me. Nëse ka vjetë që mos jam ilaçe ka një bëjmë. Po i marrë ilaçe kështu, nuk po i marrë ma ilaçe rëndë, se nuk më ka djali rikuperi me ilaçe kështu. Nuk e kuptoj. Marrë ilaçe më të shprejshë. Do paguaj borxhet, a i tjetëri mua ditët po më falë atje. Do më refkanat e pitona. Mjellë më të bëjtë tjeri. Po ati e qenë administrative juaj, ka njëri të profesion, jeni ankuar? Jeni ankuar? Më thonë që pritë, po një sukses do të shetuna e tjela, që me intereson, më kur e kam nga 25 anë 30. Sot jemi 5 maj, faj ka mund, faj ka fëmija im, që më të gjymë, s'kam ku ta letë për një. Ashtë të të kuptuam. Pra të dashur qytetare, dëgjues shqetësimin e këtyre dy zonjave, shpresojmë që Ministria e Kasës të marrë masat për këta qytetarë të vuajtur. Për televizion Apollon, Artur Rustemi.